44 shtete dhe mbi 50 anije të bashkuar janë duke lundruar drejt Gazës për të thyrë blokadën. Kjo është Sumut Flotilla dhe në bord ndodhen mjek, artist, gazetare, aktivist nga më shumë se 140 shtete të ndryshme të botës, duke lundruar për një qëllim të vetëm: krijimi një korridori humanitar detar drejt Gazës dhe ngritja e zërit kundër padrejtësive. Flotilla është përballur me kërcënime dhe sulme me dron, por pjesëmarrësit vazhdojnë rrugën me vendosshmëri. Dy anije, Family Boat dhe Alma, u prekën nga djegje ose incidente që besohet të kenë ardhur nga sulme me dron, ndërsa ishin ankoruar në një port në Tunizi, por nuk pati persona të lënduar. Organizatorët duan që anijet të bashkohen në mesdhej nga Italia, Greqia, Tunizia dhe të vazhdojnë së bashku drejt Gazës. Ky është karvani më i madh i këtij lloji deri më sot, pasi përpjekjet e mëparshme përfshinin anije të vetme. Organizatorët thonë se qëllimi është të sfidohet bllokada dhe të hapet një korridor humanitar për shpërndarjen e ndihmës humanitare për palestinezët në Gaza, ku kushtet e urrisë janë përhapur për shkak të bllokadës disa mujore të ndihmës nga Izraeli. Përmes stuhive, dronëve dhe kërcënimeve, Flotilla vazhdon tutje e bashkuar dhe e pandalshme drejt Gazës.